Kriza ekonomike dhe rënja e fuqisë blerëse kanë goditur rënd tregun industrial dhe ato të rrobave të përdorura në qytetin e Lezhës. Shumë biznese janë mbyllur ose janë nxjerrur në shitje, ndërsa të tjerë janë në prag falimentimi. Tregu është thuajse bosh dhe kjo situatë është e përditshme, thonë tregtarët, ku sipas tyre shkon deri në një javë pa bërë asnjë shitje. Kriza ekonomike që ka prekur shumë familje dhe shpopullimi ka ndikuar masivisht gjatë viteve të fundit, shprehen tregtarët. Kriza këtu problem ka 4 vjetë këtej kriza është. Punë nuk ka fare, edhe rrim nga një javë pa bë sefte, llogaritë ç'a puna është. Unë jam tregtare vjetër, 18 vjetë punë kam, po ishtu nuk ka bë vaki. Zero. Myll, kreta dyqanet në shitje janë. Faliment. Falimentim, tregu. Jo, s'ka. Dalin zero. Si kur vim, hikim. Zero. Stresi papam, se njëri u hum kohën e nuk sheta si sen. Prandaj, për ne gratë le shpinë të rish këtu roje, hape myll mallin, kot. Nuk ka lvizje. Shka në strek? Hikja njerëzve, ka ditë se një javë banë sefti, një javë. Për në myllë se s'janë punë, a drejtë falimentimi. Për shumë gati në tonë, më shumë e myllë. Në të myllë në dëllë në fare njëna, të zi ku shkojmë. Në gjenë më rivend punët, në gjenë dishat, o të asë del më harë buka, asë del me shku kona, asë del e si sanë, shko baj malë, por i hujden në paret. Ku ti marë mi shu? Ku më thuj, ku ti marë? Unë me grabit s'monim, unë me bajnë gjanë s'monim të shumë, jam të shku të 6 vjetet. Vanë dorën këtë popull, më çfarë do bëjmë? Jena bë me vra vedin, majte po, kam i grehu i vedin. Nuk e di, për situatë të ndona në kërit pazarit e keni ka dek. Si ka bë 3 muaj hala, na se dim se për sa. Për i hallë për i problem. Po, ka shit. Këto ka dek. Hap biznes myll, hap veç të fol me vedin. Jena mërzit për, jena bë në jena të shku, po na kap në sklerozë rrugës më. Sipas të dhënave, vetëm këtë vit janë mbyllur rreth 30 biznese, ndërsa krahas mungesës së fuqisë blerëse, problem mbeten edhe kushtet skandaloze në këtë treg. Në kohën me shi, u i depërton brenda duke u dëmtuar mallin tregtarëve të cilët janë taksapagues të rregullt tek privati dhe shteti, por kanë munguar investimet.